Aktori madh shqiptar Koço Qendro sot feston ditëlindjen e tij të 98. Koço Qendro ka lindur më 15 maj të vitit 1927. Ish partizan i vogël 15 vjeçar, pas mbarimit të luftës së dytë botërore, shërbeu 11 vite si oficer, por ai e ndryshoi rrugën e jetës duke ju përkushtuar aktrimit. I frymëzuar në rininë e tij nga themeluesit e teatrit Çajupi të Korçës, Koço Qendro arriti që në moshën 91 vjeçare t'i rikthehet fuqishëm publikut me një nga shëmbëltyrat më të suksesshme të Harpagonit në Shqipëri, personazhi të njohur në gjithë botën nga komedia Kopraci e Molierit. Për këtë, u shpall edhe aktori vitit 2018 nga Akademia Kult, ndërsa Kopraci vijon të shfaqet ende me shumë sukses në skenë. Harpagoni i Koço Qendros do të mbetet në galerinë e roleve më brillante të teatrit shqiptar, duke qëndruar krahas atij të Zef Jubanit dhe Robert Ndrenikës. Shumë kush Qendron sot e identifikon me rolin e Harpagonit Koprac, të cilin e ka ngjitur në skenë për herë të parë para 35 vitesh. Që nga vitet 50 kur nisi punë si aktor në teatrin e Korçës, me afro 120 role, ai mori pjesë në një mori interpretimesh që nga skeçet, monologjet e të tjera. Repertorit të tij si aktori numërohen rolet e Shefedinit në filmin Përballimi, Tosuni në filmin I Teti në Bronz, Alex Xinza në filmin Vendimi e të tjera. Fal fuqisë së tij aktoriale, energjisë së brendshme dhe mimikës ekspresive, Koço Qendro u ka rezistuar si askush tjetër sfidave të skenës deri në moshën 98 vjeçare. Stafi i RTS Korça i uron shëndet dhe jetë të gjatë këtij kolosi të teatrit shqiptar.